Selam aleikum të dashur e të nderuar shikues e dëgjues të RTV Pendimit dhe mirë se takohemi edhe këtë të diel, si çdo diel të kaluarën, me emisionin ton të radhës javor Drita e së vërtetës. Sonte kemi nderën e kasin që para ekraneve në odën e madhe të RTV të Pendimit të kemi hoxhën e dashur e të nderuar për publikën hoxhën Sadat, të cilin e falenderoj nga zemra sepse nuk i thot kur jo ftesave tona. Hoxh, selam aleikum dhe mirë se na erdha. Aleikum salam. Të nderuar të kemi në emision, falenderosemi njohës. Keni zgjedh një temë që çdo temë të rëndësishme, po kemi mungesë njohjen e Kuranit, apo pse pikërisht tema njihe Kuranin? Fjala është për juve. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e Madhërisht, salavat me pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Gjithsesi që konsideroj se kohë pas kohe kemi nevojë t'ja përkujtojmë vetvetes edhe audiencës, pra besimtarëve, kado që t'janë, madje edhe të tjerëve, edhe komuniteteve të tjera, se botërisht ne posedojmë dhunti të shumta nga Zoti i Madhërisht. Sepse në mënyrë universale, të gjithë njerëzit pa dallim, po them edhe feje, edhe etnie, edhe gjinije, edhe grup mosha, i kemi disa elemente të përbashkëta dhunti dhurat nga Zoti i Madhërisht. E kemi ajrin e përbashkët, kemi dhuntit kosmologjike të përbashkëta, kemi dërgimin e pejgamberit alayhis të përbashkët, kemi zbritjen e Kuranit të përbashkët. Këto janë vlera universale që duhet me i shiju të gjithë. Kjo dhe na ka shtinë që në fakt ta e bëjmë një përkujtim të një vlere shumë të madhe që ne i posedojmë. Dhe ndoshta prej objektivave janë dy që po i specifikojnë hyrje, pse kam përzgjedhur të flas njihe Kuranin. Në radhë parë, pra që t'ja kujtojmë vetvetes këtë begati të madhe që e kemi. Duke marrë parasysh gjithmonë në kohën që ne po jetojmë, është koha e shkencës, e teknologjisë, falë Zotit, është ngrit vetëdia ose janë vetëdisu njerëzit, madje edhe komuniteti jonë, që libri ka vlerë. Dhe ne nuk mund të bëhemi me vlerë, të vlefshëm, të integruar pa lexu. Dhe gjithsesi që konsideroj se në çdo shtëpi qëndron nga një, po themi një librari sado e vogël dhe modeste, po patjetër që çdo shtëpi ka libra. Qofshin libra që janë ble, qofshin libra shkollor. E tani, gjithsesi që për të qenë nxënës i mirë, student i mirë, prind i mirë, qytetar i mirë, duhet me lexu, duhet me ngrit vetëdijen. Të gjitha këto vlera i ngërthen libri i Allahut të Madhërisht. Pra njërën anë, pra ta ndijem dhe ta bashkëndijem këtë dhunti të madhe që e kemi Kuranin, dhe në anën tjetër, duke marrë parasysh që në bazë të statistikave dhe studimeve dhe qasjeve të përditshme që i kemi, ne si musliman, me theks të veçantë, ne si komunitet, pra si shqiptar që jemi musliman, konsideroj se nuk e çmoj mjaftueshëm librin e Allahut. Pra nuk lexohet mjaftueshëm libri i Allahut, prandaj dhe kemi nevojë t'ja kujtojmë pra edhe vetvetes, edhe të tjerëve, se ne predisponojmë një libër jashtëzakonisht të rëndësishëm, një thesar shumë të madh që ne duhet ta hetojmë këtë, prandaj edhe po mundohemi t'i themi disa fjalë, sepse në radhë parë ky libër, ky Kur'an e ka bën me famë çdo kënd që ju ka qas këtij libri. Por në radhë parë, muaji i Ramazanit është bën me famë në emën të Kuranit. E ka marrë famën Ramazani sepse në këtë muaj ka zbrit Kurani. Nata e Kadrit është bën natë me vlerë dhe me famë sepse në ta ka zbrit Kurani. Meleku Xhibril është bën me famë sepse i ka zbrit shpalljet, me theks veçantë e ka përmbyll mesazhin e shpalljeve me Kur'an. Ummeti i pejgamberit alayhis është bën me famë në sajë të Kuranit, sepse është ummeti i Kuranit. Prandaj ne për aq sa e njohim Kuranin, e lexojmë Kuranin, i qasmi Kuranit, edhe kemi vlera. Kështu që gjithsesi që do t'i kisha thënë disa fjalë lidhur me vlerat e Kuranit, pra t'ja përkujtojmë vetvetes se çka në fakt na sjell neve Kurani, çfarë dobi na sjell Kurani, çfarë të mira na sjell Kurani. Pra gjithsesi, derisa është libri i fundit i zbritur, ngërthen vete një sër
vlerash të dimensioneve të ndryshme, qofshin ato fizike, qofshin ato mentale, sociale, shpirtërore, familjare, po themi shoqërore, globale, të jetës së përditshme, edhe jetës së përtejme, jetës në varr, po edhe në ditën e gjykimit. Pra, Kurani i tejkalon dimensionet e një libri, do thotë që të tjerë konsiderojnë se është libër i njëjtë me të tjerë. Jo, kjo është fjalë e Zotit. Është fjalë e Allahut xhalla xhelalu. Prandaj i tejkalon dimensionet e vlerave nga librat që janë prej autorëve njerëzor. Pra, Kurani nuk është libër i një autorit njerëzor. Kurani është fjalë e Allahut xhalla xhelalu. Prandaj dhe duhet ta madhërojmë dhe duhet ta çmojmë dhe duhet ta vlerësojmë, por pa i njoftë as nuk mund ta çmojmë, as ta madhërojmë, as ta vlerësojmë dhe as ta lexojmë dhe të punojmë me te. Andaj kemi nevojë pra sa më shumë që të flasim për te. Në radhë parë, kur flasim për vlerat e Kuranit, do të flasim që ky libër është një libër i cili përshkruan rrugtimin ton, sqaron rrugën ton. Është një, po themi, është një projekt i jetës, sepse ngërthen tham të gjitha segmentet e jetës. Kurani nuk përfshin vetëm aspektin shpirtëror. Kurani ka hap tema ose ka trajtu tema, po flasim para 15 shekujve kur ka zbrit Kurani, ka zbërthy tema që kanë qenë shumë tabu në atë kohë, kanë qenë madje të paparashikueshme për atë kohë. Prandaj, për shembull, përveç që flet Kurani për historiografinë e të kaluarës, për zanafillën e kësaj bote edhe të njerëzimit, për historinë e pejgamberëve edhe të popujve, Kurani flet edhe për disa të arritura të cilat do të ndodhin. I bie, ka folë në kohën e zbritjes për të arriturat që do të vinë, që ne në këtë kohë shumë prej këtyre të arriturave i kemi vërtetuar, jo vetëm që i ka vërtetuar shkenca, praktikisht unë kur flas për shkencën themi ne i kemi vërtetuar, sepse ne jemi shkenca. Shkencën e bëjmë ne, njerëzit e bëjnë shkencën. Shkenca nuk është rastësi. Pra, shkencëtarët me studimet e tyre i kanë vërtetuar, qoftë në oceanologji, qoftë në anatomi, qoftë në, do thotë, në planete, qoftë ku flasim mjekësi, sidomos ku flasim në aspektin e krijimit të njeriut në embriologji. Do thotë Kurani ka sjell detaje shumë interesante, po edhe në shkencën e teknologjisë. E kemi për shembull Kur'an, që unë tani nuk du t'i qasëm kësaj fushë për shkak kohës së ngushtë. Për shembull e kemi suratul Hadid, që me gjuhën e aktualitetit mund të përkthehet si kaptina e teknologjisë. Nëse përkthejmë vetëm si kaptin, si emër, zbërthen pos tjerash, për shembull Allahu aty thot wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas. Ne e kemi zbrit thot Allahu hekurin, që në te ka dobi të shumta edhe forcë të madhe. Po ajo që është e veçantë Allahu po e kemi zbrit hekurin. Dhe unë nuk kemi thirrën që të flas në mënyrë të detajune, por ata që e kanë specifikuar shkencëtarët e shekullit kaluar dhe këtyre afër 3 dekadave të tanishme, se hekuri është i zbritur. Hekuri domethënë nuk ka ardhur kështu siç është. Pra, është vërtetuar një fjalë e Allahut, e pastaj përplot fakte të tjera. Pra i bie se vërtet Kurani është udhëzues, është udhërrëfys, dhe këtë detaj Allahu e cek në hyrje të kaptinës së dytë, që konsideroj se edhe pjesë e madhe e xhamatit ton e besimtarëve veç e din Elif Lam Mim. Elif Lam Mim e din pjesë e madhe besimtarë, Allahu xhalla xhelaluhu, pra në citatin e dytë, pra në suratul Baqara, mas Bismillahirrahmanirrahim thot Elif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi. Elif Lam Mim, ky është një libër që s'ka me dyshjen te. Pra është libër i zbritur nga ana e Allahut xhalla xhelaluhu. Pastaj thot Allahu huden lil muttaqin. Ky libër është, dhe ky është detaji që më dosht, është udhëzues për të devotshmit. Pra, në radhë parë Kurani është udhëzues. Për çfarë udhëzimi po flitet këto? Për çfarë udhëzimi bëhet fjalë? Në radhë parë bëhet fjalë për udhëzimin shpirtëror. Pra ky Kur'an udhëzon në drejtim në raport me Zotin e Madhërisht. Sepse arsyeja e krijimit ton esencialisht është me njoft Zotin. Nuk ka mundësi ne vetvetiu ta njohim Zotin. Pa pas një libër se sikur të ishte kështu, nuk kish pas nevojë Zoti me zbrit Kur'anin. Një menu, një zë. Gjithsesi, një katalog, një menu, një hartë, një projekt e kështu me radhë.
Prandaj, udhëzimi në radhë parë përfshin raportin krijes-krijues. Por, ky kuptim shkon përtej këtij dimensioni. Kemi të bëjmë edhe me udhëzimin e jetës së përditshme. Që i bie se Kurani, përmes Kuranit, ne njoftohemi, udhëzohemi drejt të mirës, drejt një jetë të mirë, një mirëqenie të mirë, një martesë të mirë, një punë të mirë, një shkollim të mirë, një fqinësi të mirë e shumë çka të tjera. Pra, prej dobive që nxjerrmi është se vërtet ky Kuran është libër udhëzues. Ky Kuran pastaj është përplot begati. Domthon, si libër që ka zbritur Allahu xhel xelalu, është përplot bereqet. Leximi i këtij libri është bereqet. Punimi me këtë libër është bereqet, është begati. Në një shtëpi ku lexohet Kurani ka bereqet, sepse prezantojnë engjëjt, melaçet. Dietarët islam kanë folur shumë për këtë citat që du me cek tani, ku Allahu xhel xelalu thotë: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayati." Allah thotë: "Këtë libër që ty ta kemi zbrit, po i drejtohet Allahu xhel xelaluhu Muhamedit alayhis salam, këtë libër që ne ta kemi zbrit ty është bereqetli, është përplot begati." Për çfarë? Pastaj thot Allahu që të përpunohen argumentet që në te. Thesar që në këtë libër të përpunohen, jo vetëm madje të lexohet, sepse edhe në citate tjera Allahu i Madhërisht kur ju bën çortim njerëzve, kur i çorton njerëzit, kur na çorton njëve, madje edhe ata që janë musliman, Allahu na çorton që jo vetëm e lexu Kur'anin, po Kur'ani don studim të thellë. Kurani don meditim, jo vetëm lexim, sikur që mund ta lexojmë ndonjë vepër njerëzore të përditshme. Pse? Sepse prej urtësive të Kuranit, prej mrekullisë së Kuranit është që Kuranin sa herë që e lexojmë, e sa herë e lexojmë, lexuesit e mirë Kuranin e lexojnë çdo 3-4 ditë, e përfundojnë, bojnë hatme që njihet në gjuhën e fesë, madje në gjuhën tonë. E llogarit vetëm një herë në muaj me lexu Kuranin, që është mirë, kjo është mesatare kërkun një besimtar i mirë, një herë në muaj me lexu Kuranin, i bjen 12 herë në vete e lexon Kuranin, por 10 vite 120 herë. Unë kështu e kisha sfidu çdo lexues që e ka lexuar një libër kaq shumë mëra në një viti edhe nuk ju ka bë bajat. Edhe nuk ju ka tepru. Përkundrazi, në Kur'an kemi njerëz që lexon me 100.000 herë, ai që lexon çdo 3 net Kur'anin. Hafuzullah çdo 3 net, çdo 4 net, madje ka që lexon çdo natë në Ramazan, edhe jashtë Ramazanit. Mund me thonë kum lexuar 1000 herë, 10.000 herë. Edhe persona të tillë kur i merr i pyet, thotë sa herë që kum lexu, kum nxjerr margaritar të ri, kum nxjerr domethënie të reja. Përveç ushqimit shpirtëror që do ta cekmi. Por ky është libri, për atë arsye që është libër bereqetli, i begat. Begatia e Kuranit i tejkalon dimensionet e shpërblimit. Është qetësi. Po është dietarët islam thonë është edhe bereqet, është begati, edhe në pasuri. Kurani bëhet sebeb, shkak i shtimit të mirave në familje, i qetësisë në shtëpi, edhe madje i pasurisë. Zoti përmes këtij Kurani sjell pra edhe bereqet të pasurisë. Pra çat pasuri që e predisponojmë, e posedojmë, e marrim çat fitim mujor, përmes leximit të Kuranit ja shtojmë vlerat e asaj pasurie. Pra edhe të shumë të mira të tjera. Prandaj nga këtu themi se Allahu i Madhërisht Kuranin e ka emërtuar me emra të ndryshëm. Për ta kuptuar na vlerën, për shembull çdo libër që është prej autorëve të njerëzve ka një emër. Domthon qoftaj me 1000 vite ka një emër dhe njerëzit e dinë që ky libër ka një emër, për atë arsye thash se mund ta lexojnë njerëzit një libër të përgjithshëm që është autor, do thotë njeriu, mirë po vije një kohë, një momentum që e lexon pastaj pjesërisht, sepse ka kjo është thon. Ndërsa Kurani ka një çështje krejtësisht ndryshe. Allahu xhallahu xhelal këtë libër ka quajtur shpirt. E pse ka quajtur shpirt? Fillimisht duhet ta cekë një citat kuranor në surën Ash-Shura, citatin 52, Allahu xhallahu xhelal thot: "Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina." Ne kështu ty ta zbritëm shpirtin nga ana jon. E po tash çfarë kuptimi, çfarë domethënie ka ky emërtim, ose çka aludohet që Allahu e ka quajtur Kur'anin shpirt. Në radhë parë, pra ne jemi të krijuar prej 3 komponenta.
prej shpirtit, mendjes dhe trupit. Ky Kur'an në radhë parë synon ushqimin e shpirtit, sepse esencialisht ne pa shpirt nuk jetojmë. Pra s'ka shpirt njeriu nuk mund me jetu. Prandaj ne edhe kështu publikisht e themi dhe gjatë trajnimeve tona që kemi në përditshmëri të këtyre temave me palë të ndryshme, ju themi që secila prej këtyre 3 komponentave ka ushqimin veç e veç. Trupi ka ushqimin e veçantë, që me ushqimin e trupit nuk mund domosdoshmërisht të ushqehet mendja, sepse mendja ka ushqimin e veçantë. Ushqimi i trupit dihet. Pra ushqimi edhe pit, madje flet sot shkencëtarët flasin shumë që sa ma ekologjik, pra jo dhe çdo lloj ushqimi. Ushqimi i mendjes është leximi. Për atë arsye dhe ne sot po prekimi kët. Leximin po prekimi sot. Po po prekimi një lexim që është origjinal, që është hynor. Prej këtu po startojmë. Nuk prish punë. Gjithherë ne kemi nevojë, unë shfrytëzoj rastin të drejtojmë audiencës tuaj. Edhe nëse ata që më të mëshuar po më dëgjojnë dhe po më shikojnë, që në 80 vjeçar, 90 vjeçar, prej sot let zotohet që prej sonte ka me vendos me lexu. Kur nuk është vonë. Vallahi do të shpërblehet edhe do ta ndjen kënaqësinë edhe të leximit të Kuranit, por pastaj do të motivohet edhe për lexim të jashtëm, librave të tjerë që gjithsesi e pasuron diapazonin e dijes. Pra, kjo është segmenti i dytë. Truni mendja nuk ushqehet ndryshe pas me lexim. Pastaj e kem segmentin e tretë që kryesor që është shpirti. E cili është ushqimi i shpirtit? Ushqimi i shpirtit është adhurimi ndaj Allahut xhela xhelal. Namazi, agjerimi, haxhi, zakati, bamirësia, përmendja e Allahut dhe Kurani. Edhe shumë të tjerë, pra vlerat që janë në mesin e tyre, ushqimi i shpirtit, pra do të thë esencial është libri i Allahut. Për atë arsye Allahu xhela xhelal e ka thujt këto, pra shpirt e ka thujt Kuranin. Pra fillimisht Kurani e ngjall shpirtin, e ushqen shpirtin. Kurani i tekalon madje dimensionet shpirtërore, ushqen mendjen. Për atë arsye kemi hafuzllar, për shembull, që është një specifik botërore që ndoshta kemi nevojë këtu me shpalos në detaj, jo pse nuk e din audienca, po vetëm për t'ia përkujtuar. Ai shkon mendja audiencës ndonjëherë me pyet, a ka ndaj voglosh që i ka 4-5 vjet edhe që i ka mësu ezber që thojnë pleç të moshurit, përmensh një libër të një autorit, qoftë me 10 faqe, me 10 fletë. Unë pe sfidoj këtu, edhe për këtu pe sfidoj audiencën, nëse ka ndonjë fëmijë 4-5 vjeçar, 5-6 vjeçar, 10 vjeçar, që e ka mësu përmensh librën e një autorit qoftë me 10 faqe, s'po thon me 100 e 200. S'ka. Po e marrëm edhe një më të rritun, 15 vjeçar, 20 vjeçar. Po jo vetëm kaq, pe marrëm autorin e librit. Edhe për këtë muj me sfidu secilin. Merre çfarë dush autori. Me kohë harron edhe ai. Do thot, këtë e kam dëgjuar edhe Ismail Kadaren të fol për këtë çështje, so ka qenë gjallë, që shumë prej veprave që i shkruaj, thot mund ta njeh një pjesë të asaj që kam shkruar, jo detajet. Jo krejt, po. E për çka ka të veçantë që fëmiu 5 vjeçar e din Kuranin dhe asnjë shkronjë nuk ja hoq. Me pikë me presë. Kjo jep me kuptuar që këtu kemi të bëjmë me çështje shumë të veçanta, se ky është libri i shpirtit. Është pra, shpirt. Gjithsesi, e ushqen shpirtin, e ushqen mendjen, e këndell mendjen, e forcon bindjen, i jep pra shpirt çdo sani, i jep gjallëri, do të them çdo sani, i jep gjallëri jetës. Pra, edhe këtu do ta shfrytëzoj një mesazh ta përcjelli te audienca. Mos hezitoni që fëmijëve më mësu Kuranin, është një, po themi ndoshta një ide jo e saktë që ka frekuentuar më tepër ndoshta dekadave të kaluara, kjo si prodhimi i komunizmit, që mos më çu fëmijë në xhami, mos më mësu Kur'an se pengohen fëmia, s'mësojnë pastaj në shkollë. Përkundrazi, statistikat edhe në vendin tonë, edhe në vende botërore japin me kuptu se fëmijët të cilët mësojnë Kur'an janë më të aftit mësime, më të përkushtuarit mësime, për faktin se një fëmijë i cili është qoftë hafuz i Kur'anit, që e din përmendsh Kur'anin, qoftë lexues i Kur'anit, çka i bjen ai, që ai për çdo ditë e kap librin dorë. Ai do thot, ai nuk irritohet prej librit. E që sot na kemi një problem të kohës,
që ankohen mësuesit edhe profesorët edhe Po nis prej meje. në përgjithësi, ankesat janë që fëmijët kanë alergji nga libri. Pra, me kap në dorë, Kanë gjetë kime po gjerë, diçka domethënë kanë problemin, e kanë zaventuar me teknologji. Fatkeqësisht. Ai që e kap Kur'anin në dorë edhe lexon edhe mëson, ai pro librin e ka të dashur. Çfarë do libri që mëson e ka të dashur sepse është ambientuar me te. Për atë arsye, e ka thonë një detaj shumë interesant pejgamberi alayhis salam, thotë: "Mathalu alladhi yaqra'u al-Qur'ana walladhi la yaqra'u al-Qur'ana kamathali al-hayy wal-mayyit." Shembulli i atij që lexon Kur'anin dhe atij që nuk lexon Kur'an është sikurse shembulli i të gjallit me të vdekurin. A mund të krahasohet i gjallit me të vdekurin? Pra kështu e ka krahasuar pejgamberi sa ato që lexon Kur'anin dhe ato që nuk e lexon Kur'anin. Pra që i bie se prap unë këtu ju referova kësaj thënie profetike nga aspekti shpirtëror. Pra, i jep gjallëri shpirtit të tij, e xhallaron shpirtin, mendjen, jetën e kështu me radhë. Pra, edhe kjo është një vlerë. Pastaj Allahu Kur'anin e ka quajtur në Kur'an dritë, nur. Sepse Kur'ani ta ndriçon shpirtin, ta ndriçon mendjen, ta ndriçon rrugën. Kur'ani t'jep vizion jete. Kur'ani e largon dëshpërimin. Kur'ani është orientues. Kur'ani pra është, po them kështu, Kur'ani është ndriçues në një tunel të errësuar nga vështirësitë e jetës, e që tuneli mund të jetë edhe si udhkryq, kur para një personit mund të vihen në pyetje vështirësitë e jetës. Kurani të orienton tash. Kurani t'jep ndriçim. Ja sa mirë ka përshkruar Allahu në Kur'an. Në surën Ash-Shura në citatin 52. "Walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasha." Përkundrazi, thot Allahu, këtë libër e kemi bën nur, dritë, që udhëzoj me te kënd të duam. Pra, Allahu i Madhërisht i ka zbrit fjalët e tia dhe saktësisht na ka tregu se ku depërton ky libër. Ky libër pra e ndriçon zemrën tonë, mendjen tonë, qenjen tonë, rrugtimin tonë, objektivat e jetës tonë kështu me radhë. Unë mendoj që ndoshta në këtë këtu që i thash, vetëm këtu me unal do të mjaftonte shikuesi dhe ndëgjuesi për të kuptuar se vërtet Kurani është një thesar shumë i madh. Pastaj Allahu Kur'anin e ka quajtur, sepse ka emra të shumë të Kur'ani, e ka quajtur edhe Furqan, libri dallues. Nga çka na dallon ky libër? Çka dallon në fakt ky libër? Çfarë dallimi bën ky libër? Ky libër bën dallim në mes të vërtetës dhe të kotës. Për faktin se jeta e përditshme ose thonë më mirë njeriu atakohet në jetën e përditshme me gjëra të ndryshme dhe shpesh është në dilemë cilën ta përzgjedhë prej të mirës dhe ajo që nuk është e mirë. Dhe ajo që është e mirë dhe ajo që është edhe më e mirë. Pra i bie se vërtet Kurani dallon vlera. Kurani mundson për besimtarit me dallu rrugën e shëndosh nga rruga gabuar. Pra prindin i ndershëm, vllai i nderuar, motër e ndershme. Pra ky libër jo vetëm ne, po edhe fëmijët tanë ja u mundson këtë që ta dallojnë rrugën e cila është e dobishme dhe rruga e cila mund të shpije në dukuri negative. Pra ky Kur'an, ai që lexon këtë Kur'an, nuk ka mundësi, do thotë, me qenë përkushtues i Kur'anit dhe me përzgjedh drogën. I pe lexon më sot që ka më diçka. Jo, asesi. As më tepër sot që ka mundësi. Se mundësi. në autor njerëzor problem, çka ka libër. Gjithsesi, sepse autori njerëzor i ekspozohet gabimeve, lëshimeve, as më tepër nëse ai nuk e prek edhe aspektin fetar ose shpirtëror. Më nal vesh në dy pika kryesore. Autori thotë kërkon ndjes nëse kanë na bolshime, presim këshill udhëzime. Fjala hynore po thot libër që s'ka dyshim të. S'ke çka çon më gjatë këtë. Nuk pritet ndonjë kohë që do të vijë një kohë e cila kohë ose njerëzit asoj kohe do të mundohen, do të gjejnë fakt, se ju do të mundohen, sepse janë munduar dhe mundohen. Është katastrofë në rrezull pastaj. Absolutisht. Kemi pra ato që ju po e pohoni, kemi përplot studiues që kanë filluar me lexu Kur'anin me gjuhën e kritikës dhe kanë përfunduar në konvertim në Islam. Pse? Sepse qysh në fillim thonë nuk kemi gjetë emrin të autorit.
Qysh në fillim nuk kemi gjetë emrin të autorit. Qysh në fillim kemi gjetë një citat i cili vërteton se ky libër është që nuk ka me dyshje te, pra mos u lodh me u mundu me gjetë kritika. Ka hek një galet madhe zoti. Gjithsesi. Për atë arsye pra quhet Furqan. Allahu xhalla xhelal thot në Kur'an min qabl hudan linasi wa anzala al-Furqan. Pra Allahu flet këtu për zbritjen e Tevratit edhe të Injilit, edhe këto libra të kemi zbrit më herët, këto librat që i ka zbrit Allahu xhalla xhelaluhu janë udhëzim të njerëzve. Pra, edhe librat e mëhershme që i ka zbrit Allahu, origjinaliteti i tyre që ka qenë i paprekshëm në kohën e profetëve të Musaut, të Ibrahimit alayhis salam, pa ndërhyrje njerëzore, ka qenë udhëzim për njerëzit. E kështu thot Allahu e kemi zbrit edhe Furqanin. Pra, e ka qytë Allahu Furqan, pra Kur'anin, sepse ky libër pra bën dallime në vlera. Po ashtu ky libër, të ndershëm shikues dhe ndëgjues, është sqarues i çdo gjëje që është në interes tonin, në favorin ton. Pra, në Kur'an gjejmë sqarime të detajeve më të imta që neve na duhen jetën e përditshme. Qoftë nga aspekti fetar edhe shpirtëror, që këto gjëra nuk mund të gjejmë në asnjë libër, absolutisht as nuk duhet lodhemi. Për shembull, nëse dikush ose shkon ndërmend dikujt të pyet për shembull për zanafillën e jetës të kësaj bote. Kush mund na përshkruan? Kush mund na përshkruan kurse s'ka pas njerëz në atë kohë? Na njeriu daton nga Ademi alayhis salam. Para Ademit alayhis salam, kush mund na përshkruan se si kanë jetu kafshët, engjujt, krijesa të tjera që kanë qenë para Ademit alayhis salam? Absolutisht askush prej krijesave, pos Allahut mëdhërisëm. Kush mund na tregon se si ka qenë bota para zbritjes së Kur'anit? Askush nuk mund të dinë këtë, pos Allahut mëdhërisëm. Prandaj, Allahu i mëdhërisëm na sjell detaje për të kaluarën të hollësishme, na sjell detaje për të ardhmen, na sjell detaje për botën e përtejme, po na sjell detaje edhe në jetën e përditshme. Për shembull, Allahu kur flet për neve si njerëz, thot Allahu i mëdhërisëm se shumë çka flet në Kur'an, thot wa fi anfusikum fala tubsirun. Në vetveten e juaj keni fakte të shumta. A nuk po shihni? E kur na flet pastaj për disa detaje që e mahnit shkencën. Për shembull, kur Allahu flet për mushkojën, dhe kur flet për mbajtjen e mushkojës në Kur'an. Çfarë sfide? Çfarë specifikat krijimit ka mushkoja? Kur na flet për bletën, si ajo shtekton dhe si ajo e grumbullon ushqimin dhe përpunon dhe e nxjerr ilaç për neve. Këto gjëra nuk i kanë ditë njerëzit. Njerëzit kanë ditë që mjalta është e mirë, ama nuk kanë ditë detaje se si përpunohet. Por Allahu këto detaje i ka sjellë në Kur'an. E pastaj ndarjen e oqeaneve mes detit mes dhe oqeanit Atlantik, siç thot Allahu xhalla xhelal në Kur'an, marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, kalojnë dy detra dhe nuk puqen mes veti. Nuk puqen, nuk takohen. E ka rivërtetuar shkencën se ka zbulu. Edhe ende ka hamencime në besim. Edhe shumë tjera, pastaj do thot detajet e krijimit ton, etapat e krijimit ton, etapat e krijimit embriologjik, që shkenca vetëm në dekadën e 3 shekullit kaluar na ka sjell detaje si krijohet njeriu, do thot në barkun e nënës, ndërsa Allah para 15 shekujve na tregon etap pas etape si krijohet njeriu, e shumë gjëra të tjera. Pra, të gjitha këto tregojnë që vërtet në Kur'an kemi gjëra të sqaruara që neve na duhen. Për atë arsye Allahu na sugjeron duke na thënë fes'elu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pyetni njerëzit që janë me kompetencë për gjërat që ju nuk i dini. Pra, pyetni për çdo gjë që ju keni nevojë. Pyetni se në Kur'an ka detaje për to, por pyetni ata që janë kompetent. Gjithsesi që Kur'ani të ndershëm shikues dhe ndëgjues është qetësues i zemrës. Përveç këtyre detajeve që sjella, jam të fol për vlerat e Kur'anit. Kurani pra është qetësues i zemrës. Kështu Allahu xhalla xhelaluhu sjell detaje në Kur'an, thot ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub, vëni re, thot Allahu i mëdhëshëm, se përmes përkujtimit të Allahut, përmendjes të Allahut, qetësohet zemra. E Kurani është përkujtuesi më i madh. Kurani është përkujtuesi më i madh. Pra dhikri më i madh është Kurani. Prandaj unë këtu do ta shfrytëzoj rastin që përmes Kuranit e qetësojmë zemrën kur kemi brenga dhe shqetësime.
e që askush prej neve nuk është imun nga ky realitet, sepse të gjithë prekemi nga përditshmëria, por të gjithë kemi stres, kemi lodhje, kemi vështirësi, kemi çaste dhe momente të vujtjeve, të përvujtjeve, të vështirësive kështu me radhë. Allahu xhelle xhelaluhu për na tregon që përmes leximit të Kuranit qetësohet zemra. Kur qetësohet zemra, pastaj të kalon edhe krizat mentale, e që janë përditshmëri, e që madje tek psikologët edhe psikiatrit botëror është një alarm, është alarm, do thot shekulli i ri, shekulli 21, është alarm i krizave mentale, si rezultat pra i problemeve të përditshme. Pra lexoni Kuranin, merruni me Kuran, qetësohen dhe te kalojnë shumë probleme të cilat përballen me to. Do ta kuptojmë që përveç këtyre që u thanë, lexuesi i Kuranit është në tregti me Allahun, ka hyrë në tregti me Allahun, ka filluar në rrugtim të ri me Allahun, edhe në aspektin e shpërblimeve, edhe në aspektin e dimensioneve të përfitimit nga Kurani, edhe nga aspekti i bereqetit. Pra, unë absolutisht nuk vjen në konsiderat krahasimi, por vjen në konsiderat vetëm sjellja e shembujve. Nëse do ta kishim sjell një shembull, pra nëse duam të bëhemi ortak, të fillojmë një ortakëri tregtie me dy persona. Një person është fillestar i cili nuk ka të hyrat mjaftueshme dhe tjetri është multimiliarder. Cilin do ta kishim përzgjedhur për tregti? Gjithsesi këtë dytin. Për faktin se ky, do thotë derisa ka ardhur miliardat, ka kaluar nëpër sfida, nëpër përvoja, madje është edhe i pasur. Për logjika është të rreth në këtë, ndërsa ai cili pra është në hamendje. Ta i brutsosh i ku më shku. Kjo është ata. E tash, llogarit pra me kon po hin tregti me Allahun. Vesa kam nis fakultetit ai. Që domethënë nuk vjen konsiderat asnjëherë me dyshje dështimi. Ja çfarë thot Allahu në Kur'an. Innal ladhina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur. Vërtet ata të cilët e lexojnë librin e Allahut. Ka thënë Allah kitabullah. E lexojnë librin e Allahut të fjalë për Kur'anin. E falin namazin, apin nga ajo që ne ju kemi dhënë, pra nga pasuria e tyre, sadaka ose zakat, yarjuna tijaratan lan tabur. Ata shpresojnë për një tijaret, për një tregti e cila nuk dështon asnjëherë. Pra, garantues është Allahu për këtë. Përderisa miliarderi mund me falimentu. Mund me falimentu. Allahu subhanahu wa taala të mund puna. Kemi përplot. Po, sa duhet të dështime. Nëse kishim marrë dytin që ne mendojmë që është miliarder dhe ka përvoja, prap përplot kemi që kanë ai gzama kukur që shkum te kjo se s'kishim me u bile. Ose edhe vdes, edhe përfundon karriera e tij. Ndërsa Allahu xhelle xhela është i gjallë. Nuk vdes asnjëherë, është i përjetshëm, na furnizon vazhdimisht, por garantuesi i kësaj është Allahu xhelle xhelalu. Prandaj, si ja vlen me vënë me dyshje dikush çështjen e leximit të Kuranit. Po ashtu, leximi i Kuranit, të punuarit me Kuran, është shërues i zemrave, është shërues i mendjes, është shërues i trupit. Kështu Allahu xhelle xhelalu për Kuranin e ka zbrit, tham edhe si orientim, edhe si libër udhëzues, me ta falim namaz, me ta afrohemi te Allahu, mirë po Allahu xhelle xhelalu nuk thotë që është Kurani ilaç. Jo, është shërues. Se ilaçi mund të vërtetë me dyshje. Mund të jetë edhe jo i sigurt. Ose jo i duhur. Allahu xhelle xhelalu ose jo i duhur, jo i përshtatshëm për çdo kënd. Kurani është i përshtatshëm për çdo kënd. Madje është interesant një citat në Kuran që e ka ceka Allahu xhelle xhelalu që në fillim të kësaj ligjëratën e ceka, ku Allahu xhelle xhelalu bën vërejtje tek njerëzimi, edhe tek besimtarët, madje edhe tek komunitetet e tjera, ku thotë e felajte dhe berun el Kur'an. Çfarë është me ata që nuk po meditojnë, nuk po thellohen me Kur'anin? Allahu xhelle xhelalu pastaj e cek një detaj, thotë em ala qulubna qfalaha. A thua mos vallë zemrat e tyre u janë pranguar ose u janë lidh, janë shkurt, është vendos dry në zemrën e tyre. Pse s'pe lexojnë Kuranin? Thonë komentatorët e Kuranit, ky citat nuk ka zbrit për besimtarët, për muslimanët. Ky ka zbrit për ehlu kitabin, madje për hebrejt. Allah i drejtohet atyre, qysh jo, pe lexoni Kuranin, po s'po thelloheni. Po nëse ne e marrmi, e konvertojmë këtë në kohën tonë,
Sukur ky citat neve na kthehet, se ne po kemi problem fillimisht s'pe lexojmë Kur'anin e jem shumë larg meditimit. Pra kjo i bie se gjeneratat e hershme, edhe ata që s'kanë qenë musliman janë marrë me Kur'anin. Edhe kanë përfituar prej Kur'anit. Këtë kemi përplot fakte nga historiografia njerëzore që vërteton që kanë përfituar dhe vazhdojnë njerëzit të përfitojnë. Pra i bie që Kur'ani vërtet pra është shërues, siç thot Allahu në Kur'an, wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ne zbresim nga Kur'ani, sepse Kur'ani është i zbritur. Aja që është pra shërues për besimtar dhe është mëshirë. Pra Allahu xhallal xhelalu e ka thënë Kur'anin shërues të zemrave tona, të shpirtit ton, madje edhe të mendjes ton, madje edhe të trupit. Për trupin, pra, që është për te ilaçit, pra, për te tham ilaçit, është shërues. Pra, sikur mund të themi kështu, Allahu po garanton që lexoni Kur'anin se këtu e keni shërimin e smundjeve të juaja. Andaj, përvoja e përditshme edhe në kohën tonë, edhe në kaluarën, po prej kohës të shpalljes kemi përplot fakte që janë shëru njerëzit nga Kurani. Është shëru fillimisht pejgamberi alayhis salam, pasi që është prek pra nga magjia. Kemi raste të sahabëve që janë prek njerëzit, do thot në kohën e sahabëve nga jo vetëm nga magjia, edhe mësyshi, po janë prek për shkak nga ngacmimet e gjarprit ose akrepave të ngjashëm dhe përmes leximit të Kuranit janë shëru. Kemi raste përplot edhe në kohën tonë. Do thotë që ata që mirën me lexim të Kuranit me rukje, pra me pacientë kemi fakte edhe ne në përditshmërinë tonë që janë shëru prej smundjeve të ndryshme. Po themi përveç mentaleve edhe smundjeve pra fizike. Edhe ndëgjojsha shumë ekspert ose në mesin e tyre po flasim për një komunitet për shembull për muslimanët arab, të cilët janë 300-400 milion, por janë komunitet në veti që përbën një pjesë të madhe të botës. Do thotë muslimanët arab kanë Kur'anin një mjet ose mekanizëm të tejkalimit të shumë smundjeve. Dhe mjekët e kohës tonë, shumë prej tyre që kam dëgjuar ose që kam lexuar, tregojnë që për shumë smundje që s'kemi mujt me gjetë ilaç bashkëkohor, përmes Kuranit e ka tejkalu domethënë një smundje që ka dhe nuk kemi dyshje në këtë. Recept falas vërtet interesante çysh mos më përdor njerëzimi. Po kjo e me kuptu që do thot njerëzit natyrshëm është një po themi një alibi dhe është një po themi ndoshta edhe vetëdijsimi i ulët i njerëzve që mendojnë se veç parë do të më dhon për me u shëru. Pa dhënë parë nuk shërohemi. Po më pagu mirë bile. E tash llogarit pra çka do të më dhon na për me lexu fjalën e Allahut. Veç avdes me marr. Llogarit edhe kur marrim abdes na i bëmi të pastër. Edhe më pastrohemi, edhe më jemi më të qetë. Pra, edhe nga aspekti fetar, domethënë jemi më afër Allahut xhallal xhelaluhu, veç kena duhet. Asgjë nuk na duhet. Shëndetësor, Gjithsesi. Kurani përveç kësaj është edhe mburoj nga mëkatet dhe të këqijat. Pra, leximi i Kuranit na mbron, Allahu xhallal xhelaluhu ka bërë sebeb mu na mbrojt prej të këqijave, sepse Allahu xhallal xhelaluhu na mbron, po ka bërë sebeb e shkaqe që na mbrojnë. Kurani në mesin e tyre ka bërë Allahu shkaktar që na mbron nga mëkatet dhe të këqijat. Që i bie se kemi përplot fakte që do t'i theksoj disa prej tyre, që leximi i Kuranit Allahu xhallal xhelaluhu na mbron prej ngacmimeve djallëzore, ngacmimeve të djajve nga xhenet dhe të djajve nga njerëzit, dhe nga sfidat e jetës dhe shumë probleme të cilat përballet njeriu. Thot pejgamberi alayhis salam, inna hadha al-Qur'ana ismatun liman yata'assama bih. Vërtet, ky Kur'an është mburoj për ata që kapët për te. Ky Kur'an është mburoj, dhe është mbrojtje për ata që kapët për te. E për mu ka për Kur'ani, çka do të me ba? Me lexu, e pastaj me njoft, e pastaj me punu me te, gjithsesi që arrim te ajo çfarë palë don pejgamberi alayhis salam. Pastaj ka ardhur për argumente të ndryshme, citate të veçanta ose kaptina të veçanta që janë specifikuar, qoftë nga ana Allahu xhallal xhelalu ose qoftë nga ana e pejgamberit alayhis salam, që kanë vlerën përveç që Kurani në tërësi është ilaç, edhe shërim, edhe te kalon do thot vështërsitë, edhe është mburoj. Mirë, po janë disa ajete, citate
ose disa versete, pra, ose disa kaptina që janë më të specifikuara. Për shembull, leximi i 2 citateve të fundit të Suratul Bekare, kaptinës 2. Për të mënyrë të veçantë pejgamberi sa më ka thonë, kush i lexon 2 citatet e fundit në kaptinën Bekare, ka thonë kefetahu, i mjaftojnë. Kur e kanë dëshifruar dietarët e Islam, i mjaftojnë, pra i mjaftojnë si mburoj nga e keqja, pra për të mbrojtur nga e keqja. Po ashtu pejgamberi sa më ka thonë, kur të shkosh në shtrat për të fjet, nëse lexon kaptinën El Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, ka thënë pejgamberi sa, ajo është mburoj nga paganizmi. Pra truna Allah nga paganizmi. Pra mos merron paganizëm, Zoti na ruaj, sepse merron njeriu në paganizëm e rrezikon islamin, imanin, rrezikon xhenetin, rrezikon gjithçka. Po ashtu ka në hadith sakt rasti që është i njohur, kur pejgamberi sa e ka emëru Ebu Hurerën, Allah qoftë i kënaqur me te, si rajtar e një depoje të ushqimit. Edhe ka shku djalli në formën e një plaku dhe ka kërku prej tina, edhe historia është e gjatë dhe besoj që e njohur tek shikuesit dhe ndëgjuesit, pas tjerash djallin fund i ka thonë, a don të rrëfej për një kaptin, nëse e lexon, do të mjafton që Allah me të mbrojë të natën. Ka thonë, lexoa Ajetul Kursi, që njëhet e nasi të sfidova. Mas 3 jova që i ka marrë. Gjithsesi. Mas refuzime. Gjithsesi. Edhe kur shkon në Buharinë, Allah qoftë i kënaqur me te pejgamberi se më rrefen, çka i thotë, sadaka ke wa huwa kadhub. Ka thonë ka thonë të vërtetën edhe pse ai është gënjeshtar. Që i bie se ja ka vërtetuar pejgamberi sa që leximi i tesbidovës, Ajetul Kursi është mburoj nga djalli dhe nga të këqijat. E të shumta Suratul Mulk e të tjera që kanë ardhur. Po ashtu, është interesant edhe një detaj me cik, që Kurani mbron besimtarin, ata që lexon, pra muslimanin, nga harresa, nga rrugja e memorjes, që shumë është me rëndësi, sepse njeriu kur të bën një mosh, edhe mund të zhvillohet harresa, ose themi më mirë, të shtohet harresa, sepse harresa është pjesë e jone edhe në rini, po shtohet harresa zakonisht me mplakje ose me pleqëri. E ka thonë një detaj Ibn Abasi, që konsiderohet hoxha më i njohur i Kuranit. Ka thonë kështu, Allahu qoftë i kënaqur me te, men qara al-Qur'ana lam yarid ila ardhil al-umr. Ai që lexon Kuranin nuk do të kthehet në moshën e fëmirisë ose të pleqërisë së harruar. Pra, ai që lexon Kuranin i bie se nuk do të kthehet në atë moshën që i fshihet truni ose mund të harron. Pra edhe kjo është një garancë, edhe kjo është një si hariç, është një inkurajim që përveç ibadetit, pra leximi i Kuranit që do të flasim pak më vonë, është ibadet, gjithsesi e ka edhe këtë. Patjetër që për shkak edhe të kohës së ngushtë ne do t'i themi edhe disa fjalë nga aspekti i shpërblimit. Pra ne folëm deri më tani nga aspekti i vlerës së Kuranit, si vlerë përfituese e jetës së përditshme në këtë botë edhe në botën tjetër. Po përveç kësaj që u tha, të ndershëm shikues dhe ndëgjues, që ne përfitojmë edhe nga leximi i Kuranit. Sevap, shpërblime, do thotë të pakrahasueshme me libra të tjerë. Çdo libër tjetër pos Kuranit, qoftë në gjuhën arabe ose në gjuhën shqipe ose në gjuhë të tjera botërore, nuk kemi asnjë argument se kemi shpërblim nga leximi, po kemi shpërblim nga dituria që e marrim nga i libër. Për ndryshe nga Kurani, përveç shpërblimit që marrim nga dituria e Kuranit, për çdo harf, për çdo shkronjë e kemi 1/10. E çysh e kuptojmë ma thjesht? Veç Bismillahirrahmanirrahim janë 19 shkronja. I fitojmë 190 sevape. Se çdo shkronjë i ka 10 sevape. Pra veç Bismillahin që e lexojmë, pra në mënyrë origjinale i marrim 190 sevape. E shtrohet pyetja, sa marrim sevape me bani hatme? Shumë kanë fol studiusit, kanë fol, do thotë studiusit që i kanë bani studim të veçantë sa shkronja ka Kurani, kanë ardhur përfundim që i kalon 4 milion sevape një hatme me përmbyll. E unë mendoj që shumë guzim ose shumë trim i madh do të më kon dikush me thonë unë s'kam nevojë për Kuranin. Veç nga ky aspekt, 4 milion, mbi 4 milion, deri 4 milionë 900.000 sevape
mirën nga një Oferta përfundim. është e hapur, 1, 10, 70, pa kufi, Gjithsesi. domethënë Funit një ajet, funit një faqe të Kuranit. Prandaj mos i thuj vetvetes unë smoj për shkak të moshës që kam. Mos i thuj vetvetes unë më tepër smoj. Jo, të gjithë mundemi, por duhet me përzgjedh pra kohën edhe do thot me përzgjedh, me shfrytëzu mundësitë, sepse vërtet Allahu xhalla xhelaluhu na i ka mundësu që të gjithë përfitojmë nga Kurani. Shumë çka ka për të thonë për Kuranin, po ndoshta koha është e rezervuar. E lëmë sonte pjesa parë, pastaj vazhdojmë në diellë tjetër inshallah me pjesën e dytë. Allah inshallah sa do pak kemi mundu me thonë diçka pak, me thonë për Koranin, për ndryshe, nuk ja dalim na me fol për tërë vlerën e këtij margaritari, po Allah na mundsoft me njoft leximin e Koranit, me lexu Koranin, me njoft kuptimin e Koranit, pastaj edhe me veprimet. Amen. Allah shpëlbej deri këtu. Çfarë më nene kthehemi vetëm pas një pauze të shkurtë.